cilësuar. Për kë ka fjallën? Ka pas ide të ndryshme se si do të thotë ne të jemi pjesë në proceset zgjedhore. Ka pas edhe ide që në një proces zgjedhor të kemi një listë përbashkët do të thotë ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të dalim kundër vetëvendosjes. Për neve kjo ka qenë dhe mbetet e papranueshme. Ne garojmë në zgjedhje si të vetëm. Ne i dalim i përballë secilit si të vetëm. Nuk mund t'i dalim si një shkrirje në mes të LDK-s, PDK-s dhe AK-s. Madje unë mendoj që këtë gjithmonë e ka kërkuar lëvizja vetëvendosje, që të na fut në një thes të gjithëve bashkë dhe thotë që ja këta janë bashkë ndërsa në anën tjetër. Ne nuk lejojmë kësi organizimi, Lidhja Demokratike e Kosovës në secilin proces garon e vetme dhe Lidhja Demokratike e Kosovës se ka vizionin e vet edhe të ndërtimit të institucioneve, edhe të kontributit e saj që vendin mos ta lërë pa institucione, sepse ne kemi qenë pjesë procesit të zgjedhor dhe secili qytetar ka kërkuar që pas zgjedhjeve Kosova t'i themeloj institucionet. Madje kjo është treguar edhe me pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje. Mbi 200.000 qytetarë nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje brenda një afati prej 6 muajsh për shkak të pakënaqësisë së madhe që kanë të gjitha subjektet politike këtu më së shumti të lëvizja vetëvendosje pse nuk është zgjedh presidenti i Republikës dhe që të vazhdohet me konstituim